Dërsa ashtu sikur se jeni duke e parë, protestuesit kanë rrethuar të gjithë godinën e kuvendit nga të gjitha anët e hyrje daljeve të godinës. Mirë, kemi edhe mes protestuesve edhe Peçin. Shohim se çfarë do të ndodhë, me sa duket vijon në rrugën e tij deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Mes thirrjeve hajdut dhe të tjera deklaratave nga ana e protestuesve, të cilët e kanë ndjekur atë deri në një hyrje tjetër të Kuvendit të Shqipërisë, ajo që bëhet e ditur është fakti se protestuesit e kanë rrethuar të gjithë hyrjen e kuvendit, aty ku brenda saj zhvillohet seanca plenare ditën e sotme.